Doktoresha, nëse themi komplikacione, cili është komplikacioni më i madh që është arritur në këtë periudhë, po themi, nga këto viroza? Kryesisht me vështirësinë në frymarrje, me lodhje, me dobësi trupore, me mungesë oreksi. Fëmijët çdo ditë më shumë shikohet se janë më të lodhur, nuk ushqehen mirë dhe fillojnë edhe dehidrohen, themi ne. Krijojnë edhe Lodhja fizike sigurisht është më evidentueshme edhe për shkak të temperaturës apo edhe të mos ushqyerjes së drejtë, po ka patur raste edhe ka patur simptoma gastrointestinale, të përzierë, po themi. Të përzierë, ndërmjet pavarësisht se nuk është tipike e këtij sezoni që jemi aktualisht, janë më tipike të sezonit të verës, ka pasur edhe raste ku përveç traktit respirator është përfshirë edhe trakti gastrointestinal me të vjella dhe me diare.